Sot bëri përshtypje fjala e kryepolisit të ri të Republikës. Skënder Hita, në betimin e tij si drejtori i policisë, foli pa hezitime për një luftë pa kompromis kundër krimit. Ai foli gjithashtu për betejën tjetër, atë kundër korrupsionit brenda uniformave blu. Në fakt janë dy anë të të njëjtës medalje. Krimi lulëzon edhe fal bashkëpunimit me elementë të korruptuar të policisë. Dhe për fat keq, që për periudhës së kanalizimit e deri më sot, pra për gati një dekadë, nuk ka lënë spaku javë pa u evidentuar rastet policëve, bile dhe shefave të policisë të korruptuar apo të dyshuar si tillë, si dhe të lidhur me grupe të rrezikshme kriminale. Si për ta rënduar këtë, zbulime të tilla nuk kanë ardhur nga vetë organet e brendshme hetimore të policisë, por nga dosjet e zbardhura të Skajën Korçat, dorëzuar në SPAK nga partnerët perëndimor. Për më keq, rasti i Muçi Shalianit, pak muaj më parë, tregoi se edhe vetë elementë organit të hetimit brendshëm policisë janë të korruptuar. Në këtë kontekst, lufta që hapi Skënder Hita sot është pak tim pas, ose do fitoj ai, ose do fitoj krimi dhe zarat e tij në polici. Por cilat janë shanset e fitores apo të disfatës që do ta bënin Skënder Hitën ish drejtorin e radhës të policisë? Për këto mjafton një rast, një dosje, një emër, Ervis Martinaj. Personazhi i botës së errët i zhdukur nga gushti i vitit 2022, nuk dihet nëse është gjallë, është vrarë apo është vetë zhdukur. Dy betime më herët të drejtorëve të policisë, kryeministri i vuri atyre një bast. Së paku të sqaronin këtë moment të errët që vënë në dyshim forcën e organeve ligjzbatuese. Por ende, sot policia nuk di thot asgjë për fatin e Ervis Martinajt. SPAK e cilëson zyrtarisht një person në kërkim, por vetëm një ditë më parë, jati i tij bëri deklaratën e bujshme. Ervis Martinaj është vrarë në Durrës. Shumë burime policore thonë NZ dhe kush e ka vrarë dhe pa llogarit kujt, por zyrtarisht ka një heshtje trishtuese nga policia e para dhe nga SPAK i dyti për fatin e njeriut më të kërkuar sot nga ligji. A do mund ta fitojë Skënder Hita këtë bast që e humbën dy parentës të tij si drejtor të përgjithshëm të policisë? Por Skënder Hita duket se ka një problem ende pa filluar punë, dhe problemin e ka, si gjithmonë, me politikën. Gazmen Bardhi, njeriu që u varros politikisht në 11 maj në Fier, vetëm për të ringjallur nga Sali Berisha, e akuzon Skënder Hitën se bashkëpunon me kriminal në Fier dhe se ka punuar atje kundër Partisë Demokratike. Hita ka qenë drejtuesi i policisë atij qarku dhe duhet thënë se në Fier operojnë ndër bandat më të rrezikshme në vend. Me disa prej tyre Hita është përballur edhe personalisht edhe me pistolet në dorë. Këtu nuk është problemi se nga kush dhe përse sulmohet, pasi sindroma e Partisë Demokratike është e njohur, kur ajo humb nuk është asnjëherë faji i saj. Pyetja është, a mundet dikush në këtë vend të tregojë aftësitë e tij profesionale pa u sulmuar, etiketuar dhe akuzuar gjithmonë nga njëjti kraj politikës që ka promovuar gjithmonë një frym sektare dhe ndarëse në këtë vend. Dhe ndërsa policisi duhet përballet thuajse çdo javë me hordite pakta por dhunshme në Berishës në rrugët e Tiranës, a do mundet të ndaj drejtori Hita profesionalizmin e tij nga provokimet e mundshme dhe të dhunshme ndaj policëve në rrugë? Për këtë do flasim sonte. Sigla.